Joni në vazhdimsi ka pas talente të ndryshme që më thonë drejtën të pas parasysh infrastrukturën. Na gjatë kosa dhe po flasim për shumë edhe disa fotografi të Jonit në ekran që kanë mundësi edhe krejt shikus me ndjek për gjatë kësaj interviste. I gjithanshëm, definitivisht. Ashtë, me të vërtet është i gjithanshëm, këtu është do të thotë në klasën e baterive, në drums, të profesor Teoman Ukçaj, dhe aty e ka një pjesën relaksuse të gjatë gjithë javës që shkon do të thotë ka 2 herë në javë dhe e ka si një shtëpi të dytë shkollën e muzikës këtu në Defy Dhem kur shkon, për çka edhe i falenderojmë shumë. Përveç do të thotë baterive ka dhe talente të tjera në art, e cila ka qenë shfaqur edhe gjatë shkollimit fillor dhe e ka pas edhe aty një ekspozit që ka organizu shkolla Ismail Qemajli, sa ka qenë Joni në klasën e 9. Edhe aty, dëshiroj edhe aty një falenderem edhe për shkollën Ismail Qemajli, është lidere shkollimit fillor, sa i përket gjithë përfshirjes, kanë një tradit shumë të mirë, shumë të begat në atë kuptimin të gjithë përfshirjes dhe fal edhe mësusës që e ka pas Joni që nga klasa e parë në të 5-ën, mësusën Fatmire Kelmendi që e falenderoj. Që më blen shumë vështirë gjatë kësaj interviste është realisht falenderimi i pakush që ekipën njerëz cilë ndoshta gjatë kësaj rrugtime kanë përkrah Jonin, moralisht e kam përkrah ndoshta në të gjitha ëndrat të cilët ai ka mujt me i pas gjatë jetës, sikur në shkollë, në kurset të cilat shkon, ndoshta në ato ku ai realisht e gjen paqen edhe ndihet shumë rahat me krejt punët që i bën. Po sa ndoshta mundemi me thonë që krahas ndoshta njerëzve të cilët ata kanë mujt me përkrah me gjitha sfidat që Joni mundet me i pas, sa realisht ju jepet hapësirë fëmijëve me autizëm në Kosovë. Dhe sa ndoshta kemi një përmirësim të kësaj situate nëse bojmë një farë krahasimi me vitet paraprake. Më thonë të drejtën, ka fillu të ndryshohet mindsetin përgjithësi në Kosovë me për arsye se është rrit në mënyrë enorme fëmijët me autizëm dhe amo unë nga përvoja ime personale, do të thotë kam vetëm fjalë miradije në atë kuptimin se Joni është pranu çdo kon edhe përfitimet më të shumta që i ka pas nga pikërisht nga këto institucione publike, do të thotë që është shkolla, dhe kjo është shumë e rëndësishme që fëmijët me autizëm të shkojnë në shkollim të rregull. Jo për